Ish pjesëtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hafir Hoxha, ka reaguar sot ndaj deklaratave dhe qëndrimeve të Hysem Berishës, duke shprehur shqetësim për ndryshimet radikale në orientimin e tij politik. Në një reagim të gjatë në Facebook, Hoxha thekson se Berisha po përdor gjuhë përçarëse dhe etiketa ideologjike që mund të rrezikojnë stabilitetin e vendit duke ndarë qytetarët në patriot dhe jo patriot. Hoxha argumenton se historia e UÇK-s nuk mund të interpretohet me logjik partijake dhe thekson rëndësinë e respektit për institucionet dhe sakrificën kolektive. Ai shpreh gjithashtu në favor të rizgjedhjes së presidentes Vjosa Osmani, duke nxjerrë në pa cilësitë e saj profesionale, përvojën institucionale dhe orientimin pro-europian. Hysem Berisha nuk dua polemik, por kam arsye të mos rri pa reaguar. Jam mjaft i qartë. Qëndrimet e tua politike, sidomos pas angazhimit në PDK, kanë befasuar shumë prej nesh, ish pjesëtar të UÇK-s, koleg në TMK dhe FSK dhe drejtues të LDK-s. Ndryshimi yt është i dukshëm dhe radikal. Në UÇK ke qenë në komandën e oficerëve të shkolluar ushtarak dhe ke përfituar nga përvoja e tyre. Më vonë edhe në TMK e FSK ke ndërtuar një uri e autoritet, prandaj sot është e pakuptueshme pse shfaqesh si militant ekstrem me gjuhën përçarëse, arrogante dhe presion ndaj bashkëbiseduesve. Në debatet e fundit, veçanërisht kundër presidentes Vjosa Osmani, po abuzon me shifra zgjedhore, duke i ndarë qytetarët në patriot dhe jo patriot. 60% e votuesve të VV-s ti e etiketon si antikombëtare kundër UÇK-s dhe rini e komunistëve, ndërsa votuesit e PDK-AK si të vetmit meritor. Kjo logjik është e rrezikshme, përçarëse dhe destabilizuese dhe i shërben narrativës serbe kundër Kosovës. Shpesh abuzon në debate me individ, intelektual, aktivistë ndryshëm duke i bërë presion, ofendime dhe mosnjohjes të vlerave dhe meritave të tyre në limit e caktuara. Aktivitetet e tyre intelektuale, diplomatike, lobime, donacione, organizime me protekst tëndin se asgjë nuk është ajo nëse nuk e kanë marrë pushkën në dorë. Nëse kjo logjik vlen, atëherë çfarë do të thuash për dhjetra komandant dhe oficer të UÇK-s që ishin të shkolluar në akademitë ushtarake të ish APJ-s. Të gjithë ata, sipas rregullave të kohës, ishin antar të lidhjes komuniste të APJ-s, përfshirë edhe komandantët që të kanë komanduar ty. Kemi diku 110 deri në 120 e pror ushtarak shqiptar në UÇK, ku asnjëri nga ne nuk kemi mund të diplomojmë pa u bërë antar të lidhjes komuniste në APJ, qoftë ajo 2-3 ditë para diplomimit, që zakonisht ndodhen me ne shqiptarët. Ku po i rendit ti këta ushtarak, shumë nga ta dëshmor, ku po i rendit familje dhe fëmijët e tyre, në anën e Vjosës së Albinit apo diku tjetër. Pasi anën tënde nuk mund të them sepse askush nuk e kemi tani më të qartë. Pra kjo tezë nuk qëndron. Historia e UÇK-s nuk ndahet me matematikë partijake dhe as me etiketime ideologjike. Kosova nuk ndërtohet me përçarje, por me respekt për të vërtetën, për institucionet dhe sakrificën kolektive. Ja arsyeja pse më bën të mendoj se duhet i jepet edhe një mandat zonjës Vjosa Osmani për presidente, duke i vërejtur disa individ, ndërta edhe veten time, që përpiqen me secili nga këndvështrimi i vet të japim një kontribut modest në vlerësimin e profileve dhe kandidatëve për president të Kosovës, për të cilët po flitet këto ditë në media, po i arsyetoj disa pika që më ndihmojnë ta mbështes zonjën Vjosa Osmani edhe për një mandat tjetër. Vërejtjet dhe kritikat që ja kanë bërë më herët qëndrojnë, por unë besoj se në mandatin e ardhshëm shumë gjëra do t'i bëjnë ndryshe, pasi tani ka përvojë më të plot dhe kuptim më të qartë të funksionimit të politikës së brendshme. Vjosa Osmani ka qëndrueshmëri dhe arsim të lartë, është juriste me doktorat, profesore dhe eksperte të drejtës ndërkombëtare, që jep seriozitet dhe profesionalizëm funksionit presidencial. Ka një rol të rëndësishëm në proceset shtetformuese, pasi ka qenë angazhuar në Komisionin Kushtetues dhe në mbrojtjen e pavarësisë së Kosovës, çka i ka dhënë vizibilitet dhe kredibilitet në politikën e jashtme. Ka përvojë institucionale në nivelet më të larta, sepse ka qenë kryetare e Kuvendit dhe presidente e Republikës dhe e njeh funksionimin e shtetit dhe pushtetit. Ka mbështetje të madhe popullore, pasi në zgjedhjet e vitit 2021 ishte kandidatja më votuar në historinë e Kosovës. Ka një qasje pro-euroatlantike. Ka orientim të qartë drejt BE-s dhe aleancave perëndimore si faktor kyç për sigurinë dhe zhvillimin e vendit. Vjosa Osmani ka diplomaci aktive dhe profesionale, ka bërë përfaqësim dinjitoz në takime dhe samite ndërkombëtare duke rritur dukshmërinë e Kosovës, një nivel që vështirë se arrin kandidatët e tjerë të përfolur. Ka ndjeshmëri sociale dhe ekologjike, përkraje për grupet e marginalizuara, fëmijët me nevoja të veçanta dhe çështjet mjedisore. Vjosa Osmani ka vizion për reforma. Ka një qëndrim të hapur për reformën e drejtësisë, administratë dhe ekonomi, edhe pse shpesh e penguar nga ngërçi politik në Kosovë. Ajo ka luajtur një rol stabilizues në kohë krizash, ka tentuar të luajë rol balancues në krizat politike, jo gjithmonë me sukses, por me vullnet institucional.